Njëra nga gjërat që më ka bërë më tepër përshtypje Ronaldo Sharka ka qenë që mirë. para shevia. E takove? Jo, nuk e takova. Nuk e Çfarë? takova. Ka qenë një nga ato personat që ju merrte burrat. Po shipe. Tani un po të flas çka kam dëgjuar dhe kështu domethënë kam mbetur rrugëve duke qenë se njerëzit, familjet, më fal, batuta apo jo, nuk është batut, un jam shokuar kur e mora vesh. Sa akuz goxha e rënd. Unë s'po akuzoj, unë po them çfarë ka marr vesh, domethënë një nga gjërat që mua më ka bërë më tepër përshtypje dhe thash jo, nuk ka mundësi, është femër e bukur, ka pas karrierë. Po ka pasur karrierë deri në momentin që domethënë familjet nisën mos ta merrnin më. Domethënë se shqiptarët e Amerikës flasin me njëri tjetrin shumë, komentojnë. Dhe çfarë di unë, di dhe ti, se normalisht unë them bëj kujdes se ka ndodhur kështu në shtëpinë time. Tjetra ta thotë. Po nuk qëndron logjikisht nuk qëndron se mund të mos marrë më në për koncerte një këngëtare me këtë akuzën që i është futur në familja. Po pra, ka ndodhur shumë herë, më kanë thënë, nuk është se është e para herë që ka ndodhur.